Jemi së bashku me ditë e re dhe sot kam kënaqësi që të kem në studio tri vajza të tjera të shkollës fillore Bedria Lezaga, të cilat gjithashtu janë fituese të diplomës së Luça. Besoj që për të arritur një sukses të tillë nuk është e lehtë, sepse do angazhim edhe do që le të themi të mësosh edhe të lexosh shumë. Por vajzat të cilat unë kam në studio ja kanë arritur kësaj gjëje më së miri. Ju them mirëmëngjes. Mirë se më vini në studio. Edhe dua t'ju prezantoj, kam Sara Sukaliq, përshëndetje Sara. Kam Suela Rexhën, përshëndetje Suela, edhe Anesa Islami, përshëndetje Anesa. Tani nëse ju pyes për këto 9 vite, si ishte për ju? Kush do të më fillojë para sa? Sara, si ishin 9 vite? Ishin 9 vite të suksesshme, që nga klasa e parë deri në klasën e 9. Ishte një rrugtim jo i lehtë, por me punë dhe përkushtim kam arritur të kem sukses të shëmbullor si në sjellje ashtu edhe në mësime. Bravo. Suela, si ishin 9 vite? Këto 9 vite mund të them që kanë qenë plot me gjëra të ndryshme, me përvoja, sfida, por nuk kanë munguar edhe momente të mira. Kam mësuar shumë, jo vetëm në aspektin akademik, por edhe në aspektin e vetëvetësime dhe marrëdhëniesime me njerëz të tjerë. Bravo. Anesa, si ishin këto 9 vite? Këto 9 vite për mua ishin të paharrueshme, ku njoha shoqërinë më të mirë, mund të them. Kemi mësuar, jemi rritur dhe jemi zhvilluar së bashku. Momentet më të paharrueshme, sepse po më thoni që ka momentet paharrueshme. Për ju cilat janë ato momentet që do i mbani mend për këto 9 vite? Anes. Ka shumë në fakt, por unë do të cekja ekskursionet, sepse ishte një mënyrë shumë e mirë për të mësuar jashtë klasës dhe për të krijuar momente fantastike me shoqërinë. Suela, për ty, diçka që do bashme? Pajtohem dhe me shoqen, ndër shumë ato momente të paharrueshme ishin ekskursionet, siç ishte shkuarja me autobus në destinacione, akomodimi në hotel dhe shëtitja me shoqëri. Sara, për ty? Gjithashtu edhe për mua momentet me shoqërinë, që ishte një shoqëri shumë e mirë që nga klasa e parë deri në klasën e 9. Edhe në fund të kësaj, në ditën e shkollës, në atë aktivitet të bukur, shpërbleni me diplomat Luça. Si jeni ndjerë kur u tha emri juaj, kur le të themi jeni nga 7 nxënëset që keni diplomën Luça? Çfarë emocioni ishte për ju? Ishte një përzierje emocionesh në fakt, ndjeja krenari, lumturi, por edhe mirënjohje për të gjithë ata që më kanë shtyrë në këtë arritje të madhe. Ishte emocion, Suela? Sigurisht ishte emocion, ndjeha krenare me veten time, ishte një shpërblim shumë i madh për përkushtimin tim gjatë gjithë këtyre viteve. Sara, për ty? Ishte një emocion shumë i bukur, sepse Luça është diçka që fitohet me shumë përkushtim dhe me mësim. Por kush ka qenë ajo, le të themi, përkrahja juaj më e madhe që ju të arrini këtë sukses? Kush më thot? Besoj që përkrahja jonë më e madhe padyshim është familja, që në ditën e parë aty, por nuk mungojnë dhe mbështetja e mësuesve tanë. Sara? Edhe për mua gjithashtu familja, mësuesit arsimtar dhe pastaj edhe rrethi shoqëror që janë të dalluar me mësime. Bravo. Anesa? Për mua në radhë të parë ishte familja, që gjithmonë synonin që unë të arrija diçka shumë të madhe, por duhet të falenderoj edhe mësuesit, sepse edhe ata ishin një përkrahje shumë e madhe gjatë këtij rrugtimi. Është e pandar, edhe familja, edhe mësimdhënësit. Ju vetë kur e mendoni këto 9 vite, keni punuar shumë, keni mësuar shumë, çfarë mendoni si ju ka dalluar, le të themi, nga nxënësit e tjerë që ju të arrini deri tek ky sukses? Mendoj që na ka dalluar këmbgulja jonë, përkushtimi, po edhe dëshira jonë për mësim dhe për ta përmirësuar veten vazhdimisht, duke treguar versionin tonë më të mirë. Sara? Na ka dalluar sepse kemi mësuar shumë dhe nuk kemi prituar kur për mësim. Bravo. Nesa, për ty? Edhe unë mund të pajtohem me shoqet, këmbgulja jonë në mësime, që të dallohemi dhe të arrijmë një sukses në jetë na ka dalluar. Tani përveç mësimeve, besoj se keni pasur edhe aktivitete jashtëshkollore. Cilat janë? Mi tregoni aktivitetet e juaja, le të themi përveç atyre mësimeve që duhet të mësosh dhe të shohësh të marrësh një notë mirë. Aktivitetet jashtëshkollore, cilat janë për ju? Për mua është sporti i volejbollit, sepse edhe me mësime duhet të jetë edhe diçka tjetër e cile merresh, sepse normalisht ka vetëm mësime, po. Sara? Nuk është se jam marrë shumë me aktivitete jashtëshkollore, por edhe unë për një kohë jam marrë me sportin e volejbollit. Okej, Anesa? Unë për momentin jam duke u marrë në një kurs për gjuhën malazeze, që të zgjeroj njohuritë mia në. Si po shkon? Më pëlqen shumë sepse jam duke njohur një gjuhë të re.
Po sporti, kur merreni edhe me sportin, është një relaks, le të themi, jashtë mësimit? Mund ta heqësh pak mendje nga mësimet, notat dhe gjithaj stresi që vjen me të gjëra. Po, një gjë e bukur që ju vjen pas përfundimit, le të themi, të 9 viteve është ajo mbrëmja maturës. A jeni gati, vajza? Sigurisht jemi gati. Keni përzgjedh fustanet edhe çdo gjë që ju duhet për atë mbrëmje? Po. Nuk do i zbulojmë. Nuk po themi si janë, surprizë. Çfarë do ju thoni ju, le të themi, shokëve dhe shoqeve të cilat tani do të vinë në klasën e 9? Çfarë mesazhi keni për ta? Shijojeni sa më shumë, sepse ato muaj që jeni bashkë në klasën e 9 ikin shumë shpejt. Ato testet eksterne apo notat përfundimtare ka një rëndësi të madhe, mund të them, por më së shumti shijojeni, sepse viteve në gjimnaz, ato muaj në klasën e 9 do t'i kujtoni më shumë. Bravo. Anisa? Unë mund të them që ta shijojnë në maksimum, sepse edhe për ne na janë dukur shumë, është një vit, por na ka kaluar shumë shpejt. Sara, si thua? Shijojeni sa më shumë dhe mësoni sa të mundeni. Tani ju do të kaloni në gjimnaz, por a kanë filluar le të themi ato mendimet e juaja, cili është një profesion që ndoshta e pëlqeni edhe e doni për të ardhmen? Anisa, ke përzgjedhur diçka që tani? Deri diku kam përzgjedhur, por nuk... Është herët pak, Suela, për ty? Po në këto vitet e adoleshencës është normale që të fillojmë të mendojmë për të ardhmen tonë. Unë kam ëndër që studimet e mia t'i vazhdoj në fushën e mjekësisë. Ju dëshiroj shumë suksese. Sara, për ty? Unë kam dëshirë të vazhdoj rrugën e prindërve si mësimdhënës, shpresoj që në ditë mësimdhënësa matematikës. Unë ju dëshiroj shumë suksese, edhe ju uroj me zemër këtë, edhe uroj që t'jeni së bashku, edhe në gjimnaz, kështu të vazhdoj kjo shoqërie, sepse besoj se ajo është gjëja më e bukur që merrni nga shkolla fillore, apo jo. Përveç notave të mira, një shoqëri kaq e bukur që e keni edhe ju. Ju dëshiroj sukses edhe një herë, edhe ju pres në studio për çdo arritje tuaj tjetër që do të keni. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi.